Përshëndetje. Kjo buka me thjerrza të kuqe është bërë virale kudo. Duke ditur se sa të shëndetshme dhe sa vlera ushqyese kanë thjerrzat, jam bërë shumë kurioze. Dhe sot po e përgatis dhe unë dhe po ja u tregoj hap pas hapi recetën. Ndiqeni videon. Unë kam marrë këtë paketimin me thjerrza të kuqe, që e gjeni në çdo market, dhe vlerat ushqyese të thjerrzave janë: përmbajnë kalori, përmbajnë proteina, përmbajnë karbohidrate, përmbajnë fibra, përmbajnë yndyrra, përmbajnë ekur, përmbajnë vitamin B9, magnez, kalium dhe fosfor. Në një tas kam hedhur rreth 1 filxhan çaji me thjerrza dhe do i shplaj disa herë derisa uji që ato nxjerrin të pastrohet. Tani do i mbuloj me një qese kuzhine dhe do i lej të qëndrojnë për 5 ose 6 orë, derisa thjerrzat të zbuten. Siç e shikoni, ato janë zbutur dhe janë ndarë në mes. Tani do t'i hedh në blender të gjitha. Si për thjerrzave, në blender do shtoj 2 kokra vezë dhe 2 kuti të vogla kosi i bler. I vendosim kapakun dhe e vëmë ti mikësoj të gjitha, ti përziej produktet që ka brenda: thjerrzat, kos dhe vezë. Thjerrzat, kosi dhe vezët janë bërë në një masë kremoze. Në të tani do shtoj 1 majluge kafeje krip dhe 1 lugë kafeje me sodë buke. Do t'i vendos përsëri në mikser të përzihen të gjitha bashkë. Masa tani është gati. Në një tavë të vogël katrore kam vendosur letër përpjekje dhe po e hedh të gjithë masën në tavë. Siç e shikoni, do i shtoj sipër susam të zi dhe susam të bardhë. Jep shije të mirë, besoj. Tani është gati, ta futim në furrë përpjekje. Në 200 gradë për 40 minuta është gati. Buka me thjerrza të kuqe tani është gati. Kam marrë këtë ngjyrën kaq të bukur, siç e shikoni. Do ta pres dhe ta shikoj. Unë e preva pak të nxehtë sepse nuk po më pritej ta provoja, por më besoni që shija e kësaj buke më ka befasuar. Wow, sinqerisht ka dalë fantastike. Jo vetëm në shije, por kur mendon se sa vlera ushqyese kanë thjerrzat, është një kombinim perfekt për një regjim ushqimor. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë frymëzuar. Ju falenderoj që qëndruat në mua deri në fund të videos. Mos harroni të bëni like dhe lini koment rreth recetës. Nëse jeni të ri në kanalin tim, mirë se vini, bëni subscribe dhe qëndroni në këtë komunitet për më shumë receta dhe këshilla ushqimore. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshim!